Pikërisht këto përputhje të pjesëve të mozaikut, të përputhjes skockave në skenën politike, mendoj se do të bindin Mickovskën që të shkojë në zgjedhjet parakohshme në pranverë vitit të ardhshëm. Aq më tepër kur në Bruksel tashmë sot gjendet Mickovskë për vizitë zyrtare. Paraprakisht në Shkup ishin edhe Antonio Costa, kryetari i Këshillit Evropian, por edhe kryetaria e Komisionit Evropian, zonja Ursula von der Leyen, përkë që sot Mickovskë është në Bruksel. Pra ka një lëvizje të shtuar në Bruksel kur bëhet fjalë për zhbllokimin e procesit integrues Maqedonisë së Veriut. Ajo është bllokuar nga Bullgaria nga viti 2020. Për shkak të mos implementimit të marrëveshjes Princes Mir. Ndërkohë që në 2022 u tejkalua përkohësisht me të ashtu quajturin propozim francez, i cili midis tjerësh nënkuptonte përfshirjen e bullgarëve etnik në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Dhe kjo nuk u realizua për shkak të mungesës numrave të qeverisë kaluar në sistemën BDI, ndërkohë që kur erdhi VMRO në pushtet, nuk kishte si të bënte këto ndryshime kushtetuese për shkak se që nga fillimi i kishte kundërshtuar ashtu. Dhe pikërisht mbi këtë kundërshtim fitoi atë mbështetje që e fitoi. Dhe tani kur ka ardhur puna për të zgjidhur, pra kur ka ardhur puna që të ketë urgjencë për zhbllokimin e procesit të negociatave, Mickovskë do të ketë nevojë që ato ndryshime t'i bëjë pas një cikli zero, për shkak se tani është në mes të mandatit 4 vjeçar. Dhe asnjë qeveri nuk bën kompromise të rënda apo vendime të mëdha në mes të mandatit. Andaj edhe do të shkojë në zgjedhjet parakohshme me qëllim që t'i bëjë ato ndryshime dhe të ketë një mandat të tërë para vetes, me qëllim që të dëshmojë se ato ndryshime, ai kompromis ja ka vlerëtur, pra ka sjell përfitime konkrete nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Ti më preke Kërçovën, unë kisha lënë pyetje më vete, mbas 16 vjetësh, e them edhe për audiencën në Shqipëri, kjo komunë nuk do të qeveriset më nga shqiptarët, por mbas 16 vjetësh do të ketë një kryetar komune nga radhët e VMRO DPMNE-s, pra partisë më të madhe maqedonase. Çfarë ndodhi me Kërçovën dhe deklarata e Mickovskit që ra Fatmir Dehari, pra kandidati i AKI-s, kishte një mesazh më shumë, kështu e lexova unë të paktën. Mickovski realisht asnjëherë nuk ka përdorur një fjalor eksplicit të drejtë për drejtë anti-shqiptar, ose që do të përcaktonte ose do të karakterizonte këtë betejë politike si betejë etnike. Përherë ka përdorur BDI si sinonim të shqiptarëve për të goditur dhe për të dërguar mesazh, do të thoja të koduar të mbështetësit e tij, të etnia maqedonase, se ai është duke bërë një betejë politike me shqiptarët. Dhe në këtë rast, goditja e zotit Dehari dhe tentimi për të marrë Kërçovën dhe marrja e kësaj komune është paraqitur si marrje nga kontrolli i BDI-s e jo marrja nga shqiptarët. Po në teksti ose dy kuptimësia e qëllimshme e fjalëve që përdor Mickovski e përçon po atë mesazh dhe jo vetëm maqedonasi, por edhe shqiptarët etnik e kuptojnë se bëhet fjalë për një betejë etnike, si nga ana e blogut politik shqiptar, në rastin konkret të BDI-s, që ka drejtuar për gjithë këto vite në komunën e Kërçovës, po ashtu edhe te VMRO DPMNE që ka tentuar po ashtu gjatë këtyre viteve që të marrë ose të rikthejë në pak kontrollin mbi Kërçovën. Dhe tani çka ndodhi në Kërçovë, mendoj se ka shumë gjëra që duhet të analizuar në ditët në vijim. Kandidati që fitoi zgjedhjet, Aleksandar Jovanovski, në raundin e parë mori diku 11.000 vota, ndërkohë që tash ka marrë diku 13.000 vota. Pra janë afërsisht 2.000 vota dallim, pra që ka marrë më shumë në raundin e dytë. Dhe këto 2.000 vota duhet të jenë vota të shqiptarëve etnik. Sepse për audiencën e Shqipërisë, shqiptarët në raundin e parë ishin me 3 kandidat, mos gaboj unë apo jo. Dhe në qoftë se do të ishin me një kandidat, të gjitha votat e të treve mund të ishte fitues njëri prej tyre që në raundin e parë. Mund të ishte fitues për shkak se do të kishte diku 14.000 ose 15.000 votues, nëse merrem parasysh edhe diaspora që erdhi për të votuar. Dhe numri i tërësishëm i votuesve në raundin e parë ishte 25.000.
Prej atyre, si që thash, 11.000 mori kandidati vëmëror DPMN-it, ndërkohë që 14.000 ndanë në 3 kandidatët shqiptarë që garuan për kryetar komune. Dhe tani për analizë, nga fitoi, mendoj se më tepër fitoi nga abstenimi i votuesve shqiptar, pra nga qëndrimi në shtëpi dhe bojkoti i këtij procesi zgjedhor, sesa nga 1.700 ose 2.000 vota që i mori plus në raundin e dytë, e që duhet të kenë qenë nga votues shqiptar në vija të ndryshme të marrëveshjes midis VMRO DPMN-s dhe Vlen, pa që përkrahen njëra tjetër në komunat caktuara, apo mund të kenë qenë edhe përfitime të atyre votuesve nëpërmjet kontakteve që mund të ketë struktura e VMRO DPMN-s në terren, pra pikërisht në Korçov. Dhe pikërisht kjo fitore tani më është rezultat i një, do të thoja, i një sindrome të keq menaxhimit të komunës nga ana e kryetarit, tani më ish kryetarit Zërin Beari, keq menaxhim i cili jo vetëm që është raportuar disa herë nga mediat,